Përshëndetje, unë jam Gani Ibrahimi, themeluesi i platformës Dërgoje.com, një platformë inovative e zhvilluar në Kosovë që synon të transformojë sektorin e logjistikës përmes teknologjisë. Dërgoje.com nuk është një kompani tradicionale e transportit. Është një platformë digjitale që lidh biznesin, qytetarët dhe transportuesit në një sistem të vetëm inteligjent, duke automatizuar të gjithë procesin e planimit, menaxhimit dhe dorëzimit të porosive. Qëllimi ynë kryesor është që të krijojmë mundësi të reja punësimi dhe vetpunësimi. Ne besojmë se shumë qytetarë të Kosovës posedojnë vetura private dhe kanë kohë të lirë, por nuk kanë një mundësi të thjeshtë për të gjeneruar të ardhurë shtesë. Përmes Dërgoje.com çdo qytetar që plotson kriteret mund të regjistrohet në platformë dhe të angazhohet si transportues me veturën e tij private, sipas kohës dhe disponueshmërisë së tij. Për disa kjo mund të jetë një punë me orar të plotë, për të tjerë një punë dyqësore që siguron të ardhurë shtesë për familjen e tij. Njëkohësisht platforma u jep mundësi edhe kompanive të transportit të pranojnë porosi dhe të rrisin shfrytëzimin e flotës së tyre. Në fazën e parë synojmë të krijojmë një mundësi angazhimi deri në 300 transportues, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e punësimit dhe zhvillimit të ekonomisë digjitale në Kosovë. Përfitues nuk janë vetëm transportuesit. Platforma do të ndihmojë edhe mira bizneset, dyqane online për restorante, farmaci e të tjera. Mbështetja nga Minti do të na mundsojë të zhvillojmë funksionalitete të avancuara si inteligjencë artificiale për optimizimin e dërgesave, aplikacionet mobile dhe integrimin në platformat e-komerc. Ne kemi përvojë në zhvillimin e platformave digjitale ndërkombëtare si Jobs.e, Jobs.no, Punësim.com, Shpallje.com dhe Rentascar.com. Ne nuk po ndërtojmë vetëm një platformë, por krijojmë një ekosistem digital që krijon mundësi pune, fuqizon bizneset e vendos Kosovën në artën e digitalizimit.